informativ në ekranin e Blu Televizion do të dalemi te projekti i riabilitimit të lagjes 1 maj, i cili është realizuar në mënyrë abuzive. Kështu janë shprehur sot banorët e zonës sipas të cilëve vendosja e shtyllave të ndriçimit, pemët apo sinjalistika rrugore vertikale janë vendosur të gjitha në të njëjtin vend në trotuar, çka bën që banorët të mos kenë mundësi se ku të kalojnë. 3 vite më parë në lagjen 1 maj në Vlorë përfundoi realizimi një projekti për rehabilitimin e bllokut të banimit. Rrugët dhe trotuarët u rehabilituan, teksa në zonë vendos po ashtu edhe ndriçimi rrugor, si dhe u mbollën pemët. Por pas përfundimit të projektit, janë banorët e lagjes 1 maj, ata të cilët evidentojnë një problematik, duke ngritur për Blu Televizion shqetësimin e tyre se projekti është realizuar në mënyrë abuzive. Sipas vetë banorëve të kësaj zone, për të përvetësuar sa më shumë fonde, shtyllat e ndriçimit, pemët apo sinjalistika rrugore vertikale janë vendosur të gjitha në të njëjtin vend në trotuar. E kjo gjë ka bërë që banorët të mos kenë mundësi ku të kalojnë. Po situata në trotuare kur kalojnë, trotuaret kanë pemët duhen për oksigjen. Kështu që edhe ja kalon andaj, kalon këtej. Pse? Në kem, nuk do kaloj me makina atje. Problemi kryesor, po me zigzake do bëhet. Një do bëhet, o do bëhet ajo, o do bëhen pemët. 2 nuk bëhen, po kështu, po ku do kështu ishte. Pse? Edhe jashtë shtetit, edhe në Greqi kam gjë kaq kohë, të gjithë trotuaret janë me pemë, po s'janë me rrepe, janë me portokalle tegra. Trotuaret janë më të vegjël. Në xhaden, mes xhades. Mes xhades, ku do kalosh? Ku ka mundësi të kalosh këtu, ja mësoj mua aty. Pse thua atë? Shikoj atje, hidhen çik reklamën atje. Ta shikojnë. Ai ujë ka 3 muaj atje që del. Dëgjon? Tani çfarë thuash ku punohet me bashkinë? Nga aftësia e madhe që kemi në specialista në projektusa dhe në zbatusa. Shumë të mirë, idiotër. Dëgjo, para 1 muaj këtu, i thyo 2 këmët njeri. Sepse, shiko, as një sinjalistik, as një gjë, këtu ne punojmë pa kokë. Këtu ne hedhim para, kanë bërë. Investimi është shumë i madh, nuk themi s'është. Por ama, që duam këtë investim kur rrezikohet jeta e njerëzve? Përse duam? Orde, vëllai dashur, shikoj ti ku e ke. Ato pemët, që kemi ata repet, se nuk kishim mall për repe, jo për portokale, për dafina e për gjëra. Kishim për repe në Vlorë. Këtu është një tubacion ujë, i pishëm, tani çfarë ndodh? Do të ndërpritet uji aty? Ka pompat njerëzit që thisin me pompa. Do thiset dhe ai ujrave të zeza atje dhe do e marrin qytetarë të pinë. Shtylla po, ku do kalojnë ato, mirë kanë bërë ato trotuar dhe ato pemë duhet se jep gjelbëri. Po unë është njerëzit me kujdes nash, pak nuk janë zënë nga klubet, nga lokalet. Ka vende në trotuar për kaluar njerëzit? Po për një po. Me zigzag. Po jo dyshe. Jo dyshe. Jo, dash ata planifikim masa si kanë bërë që bënin çik më poshtë, të hapnin rrugën, po nash i duhet. Po pse bën? Ata i dinë ata, kështu janë këto projekte, kështu bën ata. Ku kalon? Rrugë kalon ditë për ditë. Po ja këtu ja vëm lozën dominante, këtu do kalojmë. Ndjesh i rrezikuar. Po që ndjesh, nuk diskutohet ata se këtu ecën se janë dhe rrugë të drejta. Ecin pilotat e vdekjes. Opa. Do ishte mirë të kishe vend trotuar për të kaluar. Po, ishte shumë mirë, po ata se menduan ashtu, menduan kaq. Se si e kanë ata vetë ata projektuesat e kanë atë punë. Të paprecedent realizimin në të tillë mënyrë të një projekti e cilëson edhe të gjithë ata që vinë nga qytete të ndryshme për të kaluar disa ditë në Vlorë. Sipas tyre, kjo është metodologji e përdorur në rang vendi, por në Vlorë është realizuar në përmasa më të mëdha dhe abuzive. Më të gjera trotuaret. E kemi më të gjera neve. Ke parë ndonjë trotuar si në Vlorë si këtu? Jo, nuk kam parë. Ne kemi na 2 herë 2 fish në këto. Ne jemi të veçantë. Po, them se po. Kalosh, ai hidh një sy mbas. Ne në Vlorë kemi edhe kështu për të kaluar Ne kemi edhe për të kaluar bicikletat. Bicikleta. Po, Fieri e ka. Ku kalon për shkakun tani? Ti ka ardhur nga Fieri, ka ardhur në Vlorë, tek miqt apo tek familja? Ja, te ky kam ardhur. Ja, me bicikleta këtu në mes për mes. Se ku do kalojmë aty në trotuar, nuk kalohet. Vjen sy kjo problematikë. Kjo është Mua s'më bie këtyre që janë këtu venda, se unë rri 10 ditë, 15 ditë edhe iki. Ndjesh i rrezikuar ku kalon. Unë jo një, ky po ndjes. Jo them rreziku nga makina se kalojnë edhe këtu kalojnë shumë keq makinat. Veç atje te rruga atje,
Po edhe këtu nuk ka në sigurit madhe, edhe këtu vinë me shpejtësi se janë të shtruar me asfalt. Se bëjnë këto projekte kështu, kenoj mendim? Unë kam, se i vjedhin lekët. Po patjetër do i vjedhi. Duhet modeluar ndryshe ndoshta? Por e bëj edhe 1 metër më të gjatë jetë, më të gjarë. Të kushton? S'të kushton gjë. Po duhet të marrin të gjitha burrë, që nga i madhi fare e deri tek mua i vogli po t'jem unë këtu në Vlorë. Kjo mënyrë e realizimit të projekteve, ku brenda trotuarve vendosen pemë dhe shtylla ndriçimi, si dhe tabela rrugësh, konstatohet edhe në disa lagje të tjera të qytetit të Vlorës. Me largimin e gjykatës së apelit nga Vlora, godina e saj tashme e boshatisur shërben vetëm si një zyrë shërbimi. Ndërkohë nuk funksionoi për shkak të mosdakordësisë mes ministrëve përkatës as nismave ligjore për kalimin e Fakultetit të Shëndetit Publik në këtë godinë. Kështu teksa godina Ribosh, studentët e Fakultetit të Shëndetit kanë për auditor godina Meqera. Gjykata e apelit prej disa vitesh është larguar tashmë nga Vlora, duke bërë që krahas shumë dosjeve gjyqësore që u larguan drejt kryeqytetit, edhe vetë shërbimet nga qytetarët të merren në Tiranë. Pas miratimit të hartës së re gjyqësore, edhe vetë institucioni i gjykatës së apelit që është larguar drejt Tiranës, ka sjell padyshim një boshllëk në shërbim ndaj qytetarëve që kërkojnë drejtësi. Me largimin e gjykatës së apelit nga Vlora, edhe godina ku më parë ishte vendosur, tashmë është thuajse e boshatisur. Kjo godinë nuk funksionon më si më parë, ndërsa për shumë qytetar ajo nuk ka asnjë funksion. Godina e gjykatës së apelit është kthyer tashmë në një zyrë shërbimi dhe vetëm kaq. Pas largimit të gjykatës së apelit nga qyteti i Vlorës, godina e cila më parë ka funksionuar si e tillë thuajse nuk ka asnjë funksion. Funksionon si një zyrë e cila jep informacione të ndryshme për dosje të ndryshme gjyqësore, por vetëm kaq. Gjithashtu ka patur nisma që më parë të qëndronin në këtë godinë të gjithë studentët e Fakultetit të Shëndetit të Publik, por edhe kjo nisëm nuk është realizuar duke mos patur asnjë informacion se çfarë ka ndodhur ose ku ka ngecur. Disa muaj më parë u përfol për një nismë ligjore e cila parashikonte kalimin e Fakultetit të Shëndetit Publik në godinën e ish gjykatës së apelit, por megjithëse kanë kaluar disa muaj, ende nuk është bërë asgjë. E siç mësohet, ka një ngërç në dakordsinë midis ministrive të linjës, asaj të arsimit dhe të drejtësisë. Është kërkuar që megjithëse Fakulteti i Shëndetit Publik do të kalojë aty, disa ambiente do të mbahen për të funksionuar si zyrë shërbimi, gjë e cila ende nuk është formalizuar, duke bërë që kjo godinë të mbetet thuajse bosh, me vetëm disa punonjës që numërohen me gishtat e dorës, duke ofruar një shërbim të pjesshëm. Ndërkohë studentët e Fakultetit të Infermierisë dhe Infermieri Mamis kryejnë studimet në një godinë të marrë me qira, e cila nuk plotson asnjë kusht për mësimdhënien. Mungesa e ndriçimit në hyrje të fshatit Nart vijon të mbetet një nga ato problematika shqetësuese për banorët e zonës, edhe pse përgjatë rrugës janë vendosur shtyllat e ndriçimit, mungon sistemi i ndriçimit, duke rritur rrezikun për aksidente, veçanërisht gjatë natës pasi rruga mbetet në errësirë të plotë. Mungesa e ndriçimit në hyrje të fshatit Nart vijon të mbetet një problematik prej kohësh. Aktualisht përgjatë rrugës janë vendosur shtyllat e ndriçimit, por sistemi i ndriçimit mungon duke rritur rrezikun për aksidente, veçanërisht gjatë natës pasi rruga mbetet në errësirë të plotë. Ende nuk ka një afat se kur ky aks rrugor do të pajiset me ndriçim, ndërsa janë vetë banorët e zonës dhe të fshatit Nart që kërkojnë vijimin e këtij investimi dhe jo lënien e tij në mes. Sipas tyre, kjo tregon mungesë vëmendje ndaj zonës, ndërkohë që rreziku për ta shtohet dhe shumë prej tyre shmangin gjatë natës për shkak të kësaj problematike. Nuk ka ndryshim. Këtu s'lëvizim tani, mos këtu ne jemi brenda fshat Kadrit. Po ka koqe kanë vendosur shtyllat. Po më duket se është problemi i lagështisë. Ka ujë shumë prezent ujë. Ndaj si vona ata. Kjo është rrugë kryesore që shkon në Nart. Në Nart edhe në plazh tani. Lëvizin tër makinat. Në Bear njerë bëhet kiamet. Pa tjetër, kot nuk e bën, se është në atë të 100 fshatrave turistik që thonë këta. Pajve ka pa shteti, ku që ka? Narta, paskia, ata e kanë trumil, pa tjetër. Po, dërse janë bo shtyllo, po më shtyrë të ka pa, më shtyrë. Nuk e gjithë se si kanë buhin, shtyrë kalkoj janë buhin. Tani, çdo gjë që është e domosdoshme, nuk ka për të menduar e për të bërë ndonjë veprim tjetër, më kupton, gjë. Tani mungesat ose neglizhimet që kanë ata është punë tjetër. Është shumë problem gjatë natës, se për arsye se edhe makinat qesin me shpejtësi të madhe, rruga është e drejtë,
Bicikletat për shembull s'kan sinjalet e duhura, kështu që duhet patjetër ajo rrugë. Po marrësisht, është e Vlorës, a është e Nartës, a është dikujt tjetër, më kupton, rruga duhet Është e domosdoshme për të qenë gjithmonë të kemi dritë. Po dhe kjo është e vërtetë se megjithëse kjo kalojnë shumë makina dhe prandaj do të jetë e tillë. Në rrugën hyrëse të fshatit Nart u vendosën pak kohë më parë 40 shtylla ndriçimi, por projekti mbeti i papërfunduar. Megjithëse shtyllat janë vendosur, mungon sistemi i ndriçimit, duke lënë rrugën e errësirë dhe duke shtuar rrezikun për banorët dhe drejtuesit e mjeteve. Ish-kinemaja e fshatit Nart është kthyer sot në vend depozitimi mbetjesh, ndërsa shqetësimi i banorëve është vendodhja e saj pranë shkollës publike 9-vjeçare, çka shton rrezikun për shkollarët. Sipas banorëve, brenda godinës së braktisur mes mbetjeve të shumta edhe shiringa që dyshohet se përdoren nga konsumues të lëndëve narkotike. Dikur funksiononte si kinema dhe qendër kulture, ndërsa sot është kthyer në një vend depozitimi mbetjesh dhe dyshohet se përdoret edhe nga persona që konsumojnë lëndë narkotike. Godina ish kinemas në qendër të fshatit Nart është kthyer në një shqetësim për banorët e zonës. Problematika bëhet edhe më e madhe për faktin se kjo godinë ndodhet shumë pranë shkollës 9-vjeçare, duke shtuar rrezikun për fëmijët. Brenda godinës së braktisur gjenden mbetje të shumta, madje edhe shiringa që dyshohet se përdoren nga konsumues të lëndëve narkotike. Rreziku shtohet edhe më tej pasi në zonë ka puseta të hapura. Banorët e zonës e ngren vazhdimisht të shqetësim dhe kërkojnë ndërhyrjen e institucioneve për të parë masa. Sipas tyre, godina është privatizuar pas viteve 90, por është lënë në gjendje të amortizuar dhe është kthyer në një vend grumbullimi mbetjesh. Mbi të gjitha, kjo situatë përbën rrezik për nxënësit e shkollës 9-vjeçare, pasi godina ndodhet shumë pranë saj. Ka vite që shprish. I çasgjë është pronë e njerit. Hedhin këtu çfarë të bëjnë? Ja, hedhin këtu tani mbeturinat. Të ankojnë këta të shkollës. Jo, unë s'kam pse të ankojnë. E kupton apo jo? Shkolla është që duhet të ankojnë këtu. Këta s'ankojnë. Të sjellin shëndetësinë, të sjellin ata. Nuk është për mua. Shteti e bën këtë, e shikoni i zbraz këto mondicjet, se të flasnë italisht se kanë të. Ata vinë shtetin shumë i rregullt. Po vinë ditë për ditë dhe po i marrin mbeturinat. Këto e duhet i pastrojnë, po kush i pastrojnë? Ti pastroj komuna, ti pastroj dikush tjetër. Tu është kjo ndërtesë, kinema është pronë private të njërit. Kinema. Tani është ajo që është, bodrum. Bodrum është, a nuk di gjë, ato punë gjeni vetë. Nuk marrë vesh na. Të pastrojët bëhet çfarë doj, ata që e prishin, ajo është e rregullt. Kinema e Nart. Në kohën e demokracisë, ne që prish. Jo fare. Po kjo është e privatizuar dhe e ka dikush. Po, e po s'janë këtu ata, prandaj. Ata që e kanë s'janë këtu. Është ambienti ndotur. Patjetër që mbeturina, sa thua, dalin njerëz. Pisligja. Kjo kinema, vatër kultura, çka ka qenë kështu. Se unë kam 27 vjet që jam marrë. Kam qenë sekretari një propagandist brigate. Diru si italisht, sigën, gudaj, gudaj, thëjtë. E di plot me meturin. Mos e pyet për meturin. Patjetër. Shiko për ambientin. Shiko. Ndjo këtu. E di që ka thonë Stalini ma, pastërtia është mama e shëndetit. Godina ish kinemas në fshatin Nart ndodhet në këtë gjendje prej vitesh. Deri më tani nuk ka pasur asnjë ndërhyrje nga institucionet, ndërsa ajo është kthyer në një vend depozitimi mbetjesh të ndryshme dhe dyshohet se përdoret edhe nga konsumues të lëndëve narkotike. Një problematik që rrit rrezikun jo vetëm për banorët e zonës, por mbi të gjitha për shkollarët, për shkak të vendodhjes së saj. Do të ndërojmë temën e zhvillimeve konflikti midis SBA-s dhe Iranit është komentuar sot edhe nga qytetarët të Vlorës, sipas të cilëve po i ndjekin me interes këto zhvillime të përshkallëzuara ndjeshëm. Qytetarët thonë për Blu Televizion se nuk ka vend për panik, por sipas tyre, vendi është i prekur indirekt nga ky konflikt me rritjen e çmimit të karburantit. Prej disa ditësh konflikti midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit është përshkallëzuar ndjeshëm. Qytetarët e Vlorës, ashtu si edhe miliona persona në të gjithë botën, po i ndjekin me interes këto zhvillime. Të ndarë në mendime disa prej qytetarëve thonë se konflikti është i nxitur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për interesa madhore, teksa dënojnë ndërhyrjet e superfuqisë amerikane në territorin legjitim të një populli, ndërsa të tjerë thonë se Irani është një rrezik që duhet parandaluar. Sipas qytetarëve, për vendin ton nuk ka vend dhe frikë për panik, pasi Shqipëria nuk preket nga konflikti në mënyrë direkte. Qytetarët theksojnë edhe faktin se vendi ynë është prekur në një mënyrë indirekte nga ky konflikt,
ku deri më tani kemi një rritje të çmimit të karburantit, e cila do të pasohet nga të tjera rritje të çmimesh. Sipas vetë qytetarëve në Vlorë, në këtë drejtim duhen kontrolle, pasi kanë nisur që tani abuzimet nën pretekstin e luftës. Ja fut kotë shbaja, ata jam në vetë punë e tyre. Të gjithi kanë, edhe Kina i ka, dhe Rusia i ka, dhe Franca i ka, e të gjithandeja. Po ata e më të mëdhej dhe mendoj se jam më të mirët. Dhe doon zdo nga në njëre i madhi e hatë voglin. Shqipëria prete? Shqipëria nuk besoj. Ne kemi ja 5-6 iranianë aty me ata, po dhe ata i kalën Amerika përfundimisht. Nuk ka vend për panik? Nuk besoj. Folin një për dorësi, por nuk besoj. Ama ndikon kjo luftë tek ne, çmimi i karburanteve është rritur nga këto do kalojë. Në Shqipëri nuk ka kontroll. Ajo është themi bishashi që kemi ne. Kundër klientit që kemi në Shqipëri. Nuk e di çfarë bëhet. Nuk ku marrë vetë në lufta. Ku e dinë ata, ku çfarë dimë. Mos e thon zoti se. Mos e thon zoti them. Pse do të prekë Shqipëria? Çka ka bërë? Ne punton. Varet si e kupton. Ore, karboni le të rritë se orë 100 lekë karboni bëj çameti, vetëm luftën më shtomon, spostoi di. Tu është punë e luftës, është punë e karburantit. Tash do bësh një xhiro, 2 xhiro makinë, do bësh një xhiro. Po mund të sjellë rritje të çmimeve. Jo, si e dhe çmimi, lufta këtë ka. A abuzohet ndoshta me këtë fakt? A abuzohet. Abuzim, po ka abuzime çdo ka. Si e shihni të drejtën ju në këtë? Çfarë të drejtë kështu? Çfarë të drejtë kështu? Kush ka drejtë? Kush ka drejtë? Të bën ai Amerika. Kapitalizmi është i poshtër, po ai është një i çmendur që bën këto gjëra, se lufta trapi kush që vetë nga mbas. Shqipëria. Qa Shqipëria, kush e kanë defter neve për këtë matë këtë. Qa paniku ka, kush kanë, po ti s'ke një fishekët. Kush më rëtja Shqipërisë? Do të po ndodhi lufta çfarë ndodh? Një që s'na ka njeri në defter, jemi fundi i kavallit, jemi më keq se Afrika. Po shikosh po betu, Shqipëria që po bërë. Ti ke vajtë në për shatra, ke shkuar në lumë të lërësë, në me të shabrika, në Trakjasa, në Dukat. Qak, akoma me ato ondra dhe ndiramë si gniu. Çmimet që ke këtu desë në gjitha supermerkatet, i kanë në lirë gakat. Një shishe birë është 2300 lek në Shqipëri. Euro në vjetë e birama, se euro do ishe 1,20, 1,60, si që kam pasur Bulgaria, Rumania, se në që po vuten në euro. Po bënë edhe, po që po bënë Kosovën si shtetë. Jemi kombi më i vuajtur në Ballkan, po historikisht shqiptarë nga shqiptarë ka pas të keqja. Është që gabuar. Krijon hapet konflikti më shumë se sa është. Vritja njerëzit, po vranë njerëzit s'është gjë e mirë. Si e sheh, kush ka të drejtë? Tash të drejtën nuk e gjykojmë dot tani sepse kanë ndryshuar raportet. Nuk është më ajo kultura që t'i jepet drejta atij që e meriton. Më falni, më fal, Shqipëria jo asnjëherë. Ka vend për panik? Nuk ka, sepse Shqipëria është një shtet që nuk ka ngacmuar, më tepër e kanë ngacmuar se e kanë ngacmuar. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë nisur edhe mendimin e Izraelit sulmet ndaj shtetit të Iranit, e ndër sulmet që kanë pësuar ditët e fundit janë edhe ato tek rezervat e karburanteve, që e cila kanë ndikuar më së shumti në shumë shtete në rritjen e çmimit të karburanteve, e një ndërto edhe Shqipëria. Ndër të tjera, në shumë vende kanë ndikuar po ashtu edhe në rritjen e rrezikut dhe pasikurisë. Ndalesa e radhës e ish deputeti i Partisë Demokratike Ervin Saliani ishte qyteti i Vlorës, nga ku Saliani denoncoi, siç e quajti ai, zgjedhjen e kryetarëve të Degës në përçarje nga lidershipi i Partisë Demokratike. Saliani ironizoi dhe protestat e PD-s, ndërsa protestën e fundit e cilësoi si një xhiro fundjavë në Prish Bllok. Ish deputeti i Partisë Demokratike Ervin Saliani ka vijuar me turin e foltoreve jashtë agjendës së partisë. Ndalesa e radhës ishte në qytetin e Vlorës, ku dhe denoncoi paracaktimin e kryetarëve të Degës në përçarje nga lidershipi. Saliani ironizoi dhe protestat e Partisë Demokratike, duke thënë se pavarësisht degradimit të vazhdueshëm asgjë tjetër nuk po ndodh në këtë parti, përveç hedhjes së fishekzjarëve. Protestën e fundit Saliani e cilësoi si një xhiro fundjavë në Prish Bllok. Jemi në katastrofa elektorale. Ne duhet ta dëgjojmë mesazhin e qytetarëve. Qytetarët nuk e besojnë lidershipin e Partisë Demokratike, se partia jo vetëm që nuk hapet, por po bunkerizohet. Ka gjuhë të drujt, shpik armiq imagjinar, bën premtime apokaliptike. A thua se jetojmë në mesjetën e dogmave dhe jo në kohën e inteligjencës artificiale. Ata flasin kodra pas bregut me gjuhë të vjetëruar,
të 30 viteve të shkuara, me premtime imagjinare që tentojnë të zgjojnë emocionin e dikurshëm, por që vetëm lodhin dhe përshtjellojnë elektoratin e djathtë dhe mbajnë larg të gjithë pjesën e pavendosur të shoqërisë. Dhe e pyes edhe nga kjo sallë, drejt për drejt Sali Berishën, kush e ka përgjegjësinë për humbjen kaq thellë të zgjedhjeve të fundit zotëri? Humbën pra kështjellat e Partisë Demokratike që nuk kishin humbur as në kohët më të vështira të Partisë Demokratike. Saliani u shpreh se figurat aktuale të Partisë Demokratike duke sikur kanë ngrirë në kohë, flasin me një gjuhë të vjetëruar, si dhe u bëjnë qytetarëve premtime imagjinare. Ish deputeti gjithashtu ju drejtua dhe Sali Berishës, duke i kërkuar llogari për humbjen e thellë nga zgjedhjet e 11 majit. Ish deputeti përsëriti ato që ka thënë dhe në foltore të tjera, opozitën e dështuar, një drejtues partie që ka humbur besimin e qytetarëve, ndërsa thash, pikërisht kjo opozitë dobët që po mban sot në pushtet sipas tij, qeverinë e korruptuar të Edi Ramës. Thirrja e Salianit ishte për një parti të hapur përballë figurave të reja, për konkurrencë të pastër brenda partisë, për analizë të humbjeve të njëpasqyrshme dhe për krijimin e një kulture të re. Me shikim të humbur që në moshë fëminore 41 vjeçari Taulant Sadiraj nuk rresh së renduri me pasionin e tij. Të gjithë në Kanin e njohin si DJ Landi, ndërsa në studion e tij të vogël ai shet çdo ditë përmes muzikës. Taulant Sadiraj, 41 vjeç, prej vitesh punon si DJ. Megjithëse ka humbur shikimin, siç tregon edhe vetë në moshën 5 vjeçare, Sadiraj nuk e ka penguar asgjë për të realizuar ëndrat dhe pasionin e tij. Taulant Sadiraj, 41 vjeç, prej vitesh punon si DJ. Megjithëse ka humbur shikimin, siç tregon edhe vetë në moshën 5 vjeçare, Sadiraj nuk e ka penguar asgjë për të realizuar ëndrat dhe pasionet e tij. I njohur në Kanin si DJ Landi, ai ka krijuar një studio të vogël ku ushtron çdo ditë profesionin, ndërsa siç thotë edhe ai vetë, me që ka bler, ai sintetizon apo mikser, merr edhe prenotime për evente familjare apo edhe për dasma. Jam 21 vjeç, punoj DJ, kam studion tim. Thjesht duke dëgjuar muzikë në shtëpi, i shkoj kasetave, blija kaseta pa fund, dhe një ditë e bukur se di si u zgjova kështu. Dua të bëjmë DJ, një dy ditë, pastaj vajta bleva aparaturat jo të plota në Tiranë, fillova praktikohesha në shtëpi, i plotësova aparaturat, fillova bëra dasmat, do me thënë evente, pastaj bëra studion që kam këtu. Po që ka lindur thjesht rastisht pasioni për DJ. Muzikën e kam pat shumë mendur. Po e vështirë, po. Është që ke vështirë, po kisha të pjesën e kënguljes. Rria tërkohën vetëm mbi mikser, vetëm në shtëpi, mbyllesha në një dhomë 2 boks dhe një mikser. Atëherë ka qenë koha që punoni me disje, pick-up-e, u thojnë, nuk është koha sot me që kemi laptope gjitha. Atëherë punoni me disje. Të bëja në një event, atëherë duhet kishe 100 disje me vete, duhet i mbaje mend këngët që të kërkonin njerëzit. Ndërkohë nuk ka mbetur vetëm tek pjesa e DJ-t, pasi Taulant Sadiraj shpesh filmon edhe me kamerë, si edhe klipet që filmon bën edhe montazhin. Një prej pasioneve të tij është edhe futbolli, ku tregon se ka luajtur 19 vite më parë me ekipin e të verbërve të Flamurtarit, më pas edhe me ekipin kombëtar. Në moshën 5 vjeçare nga temperatura e lartë. Po se di se unë nuk di të ta përshkruaj kështu me fjalë, do me thënë, unë në mendjen time i di vështirësitë, i di lehtësirat, i di se si e praktikoj, po që besoj, është e vështirë, po besoj se kam ecur, përderisa e kam sezonin të mbushur, besoj se kam sukses. Për të filmuar kam 2 çuna këtu kameraman, kamera, aparate, gjitha i kam të mijat, ndërsa montazhet me çupën, me nusen, ndërsa kur janë këngë, mund t'i bëj edhe vetë montazhet. Shkoj me kameramani kur filmon, dhe unë kam 2 WhatsApp. Dhe më shkruan, për shembull, jemi po themi në Kala, pjesa e parë. Dhe unë e shkruaj pjesa e parë në Kala, ja dërgoj vetes te WhatsApp-i tjetër, pjesa e dytë në rrugë, për shembull. Dhe pastaj punoj me kartë zëri, që dëgjoj audion e videos dhe audion e origjinale që duhet vendos dhe
në bazë të kësaj për 7 zbuzët dhe pjesët I zgjedh si I kam shkruar në WhatsApp. Taulan Sadira ish babai I 3 fëmijëve ku thot se një pjesë të ditës së tij përkushton dhe familjes. Një baba I devotshëm I cili u qëndron pranë fëmijëve të tij në çdo aktivitet të tyre. Tani pasion e kam akoma, po mosha s'na lë më. Ëndra ime ka qenë futbolli. Kam luajtur me të verbrit diku te 18-19 vjet. Kam luajtur me Flamurtarin, kam luajtur 3 vjet në Elbasan, e kam nxjerr që ka të pjesën e pasionit. 2 djem dhe 1 çup. Po një jetë normale, me përkushtim, me ato vështirësitë e saja, se duhet jesh I angazhuar në studio, duhet jesh me problemet, për shembull kam çupën në shkollë mesme të Ali Demi, djalin e vogël e kam në stërvitje për futboll, janë këto angazhimet, për shembull vi nga puna, po themi 2 në 3, duhet ngrihem në 7 të çoj djalin në stërvitje, janë këto angazhimet që të lodhshme, por që t'japin dhe kënaqësi në fund. Nëse punoni me pasion dhe me këngulje, arrini gjithçka. Studio Kanina është një studio I njohur I këtij fshati turistik të Vlorës, një ambient I përshtatur brenda shtëpisë së DJ Landit ku luhet muzikë. Pasionin për muzikën Taulan Sadira e ka trashëguar edhe tek vajza e tij, e cila këndon këngë popullore dhe ka bërë disa videoklipe që gjenden sot edhe në YouTube. Pas inspektimit të punimeve në Kalan e Kaninës, Ministri I Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxha tha se po përmirësohet infrastruktura dhe shërbimet për vizitorët, të cilët sipas tij do ta kthejnë këtë sit kulturor të rëndësishëm në destinacion të reqës për publikun. Ministri I Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxha inspektoi punimet në Kalan e Kaninës. Në këtë kala vijojnë punimet për ndërhyrjet konservuese, strukturale dhe gjeologjike, plane interpretimi dhe përmirësimi I eksperiencës së vizitorëve. Ministri Gonxha inspektoi gjatë fundjavës së bashku me Fondin Shqiptar të Zhvillimit dhe pan nga afër ecurinë e ndërhyrjeve, të cilat kanë përparuar ndjeshëm sipas tij. Jemi me Fondin Shqiptar të Zhvillimit, që është një partner shumë I rëndësishëm për ne, për gjithë punën që bëhet për të konservuar, restauruar, shpëtuar, rihetzuar, ndërhyrë dhe kthyer në shërbim edhe të qyteteve, por edhe të turizmit në përgjithësi, po edhe në funksion të mbrojtjes dhe të promovimit të trashëgimisë kulturore historike. Dhe me shumë kënaqësi ju falenderojmë për punën, duket që është bërë goxha punë, jemi këtu në Kalan e Kaninës, në Vlorë. Gjithë pjesa e mureve rrethuese të Kalas Kaninës është tashmë restauruar në pjesën e brendshme dhe të jashtme të saj, janë fugatuar, janë konsoliduar muret dhe ka patur shumë plotësime në pjesën e gjeologjisë së themeleve të tyre. Është bërë afërsisht mbi 72% e punimeve në gjithë kantierin, ku janë realizuar me sukses të gjitha ndërhyrjet restauruese, konsoliduese, por edhe në fazën e fundit që jemi edhe në pjesën e arkeologjisë dhe të restaurimit. Do jetë një atraksion turistik, por do jetë edhe një mundësi për të zhvilluar më shumë evente, edhe aktivitete, kuptohet në mënyrë të rregullt, me listën e re të tarifave nga DRTK Vlora dhe nga miratimi I fundit që kemi bërë ne për indeksimin e tarifave. Këto tarifa na duhen sepse bashkë me punën që bëjmë na duhet të monetizojmë, sepse na duhet që të mirëmbajmë, na duhet që të menaxhojmë, na duhet që të paguajmë personel, na duhet të shtojmë njerëz, edhe do të kemi ndoshta edhe një promovim edhe të një sistemi të ri biletimi online në shumë prej këtyre siteve dhe kalave dhe objekteve të trashëgimisë, të cilat do të jenë edhe të vizitueshme në mënyrë virtuale natyrisht, por do të jenë edhe të shfrytëzueshme në terren, kështu siç jemi sot. Kalaja e Kaninës ndodhet 6 kilometra larg nga qyteti I Vlorës, në një kodër me lartësi 380 metra mbi nivelin e detit. Muri rrethues është I gjatë 1 kilometër dhe përfshin një sipërfaqe prej 3.5 hektarësh. Mendohet të jetë ngritur aty nga shekulli 4 para Krishtit. Në të gjithë sistemin fortifikues dallohen disa faza ndërtimi që shtrihen në 2 periudha, në periudhën antike si dhe në atë të periudhës mesjetare, përkatësisht bizantine, veneciane dhe turke. Ndalemi të Krendi Policia e Vlorës njofton se gjatë 24 orëve ka vënë në pranga një shtetas dhe ka shpagur në kërkim një tjetër shtetas, po kështu për vepra të ndryshme penale ka referuar në prokurori disa shtetas.
Specialistët e seksionit të trafikut urban dhe interurban arrestuan flagrancë një shtetas 58 vjeç banues ullor pasi u kap duke drejtuar automjetin në gjendje të dahur. Ndërkohë policia bën me dije se janë referuar në prokurori materialet dhe ka nisur procedimin penal për një shtetas 34 vjeç banues ullor pasi u kap duke drejtuar automjetin pa leje drejtimi. Ndërkohë specialistët për hetimin e krimeve të komisariatit të policisë Simar referuan materialet në prokurori ku nisi procedimin penal për një shtetas pasi dyshohet se e ka prerë disa pemë ulliri në një sipërfaqe toke, për pronësinë e të cilit është në proces gjyqësor, po ashtu një 54 vjeçar për veprën penale ndërtimi pa lishëm. Policia bën me dije po ashtu se specialistët për hetimin e krimeve të komisariatit të policisë Sarandë shpallën në kërkim një 54 vjeçar banues në Ksamil për veprën penale ndërtimi pa lishëm, ndërsa po punohet për kapjen e 54 vjeçarit. Ndërsa specialistët për hetimin e krimeve në komisariatin e policisë së Vlorës referuan materialet në prokurori për vlerësim për disa shtetas, një 24 vjeçar, një 23 vjeçar, një tjetër 24 vjeçar, të cilët janë konfliktuar me njëri tjetrin në lagjën Ujë Ftohtë në Vlorë, me një shtetas 46 vjeç dhe një 24 vjeç, të cilët janë konfliktuar verbalisht po ashtu me njëri tjetrin për motive të dobta në lagjën Isa Boletini. Policia bën me dije se materialet procedurale janë referuar për gjitha ngjarjet në prokurorit kompetente për veprime të mëtejshme. Edhe pse fitoi 1-0 përballë Vllaznisë, flamurtari mbetet ende në situatë të vështirë në renditje. Vlonjatët ngjiten në kuotën e 24 pikëve, duke mbetur në vendin e 9, një pozicion i rrezikshëm për qëndrimin në kategorinë superiore. Ndërkohë është larguar nga drejtimi trajneri Francesco Moriero. Edhe pse fitoi 1-0 përballë Vllaznisë, flamurtari mbetet ende në një situatë të vështirë në renditje. Vlonjatët ngjiten në kuotën e 24 pikëve, duke vijuar të mbeten në vendin e 9 dhe ende në një pozicion të rrezikshëm për qëndrimin në kategorinë superiore. Flamurtari u fal një goli të shënuar nga Borza në pjesën e parë të ndeshjes, duke siguruar kështu 3 pikët. Ndërkohë, Vllaznia luajti më mirë në pjesën e dytë, por nuk arriti të ndryshojë rezultatin, duke bërë që takimi të mbyllet me fitoren minimale të flamurtarit. Gjithsesi, ekipi vlonjat mbetet ende në një vend që nuk e siguron plotësisht qëndrimin e elitë. Pas ndeshjes trajneri flamurtarit, Andi Ribaj dhe ai Vllaznisë, Edi Martini, theksuan se takimi ishte i vështirë për të dyja skuadrat. Këto 3 pikë meritonim, është po vjen fundi kampionatit dhe ishin shumë të rëndësishme për vazhdimsimin e ekipit. Këto 3 pikë na japin besim për vazhdimsinë, që të arrim objektivin që kemi. Normalisht, sepse Vllaznia për mendimin tim dhe të stafit tim, siç e kishim parë gjatë javës, janë ekipi i momentit, ekipi më i mirë që po dominon këtë vit Superligën shqiptare dhe është një fitore merituar. Po përsëri ndeshje shumë e fortë në Superligën shqiptare, nuk ka asnjë ndeshje të thjeshtë edhe do përgatisim për të marrë 3 pikë të tjera. Po, është vërtet, humë një ndeshje që s'do të më humë. Nuk patëm për qëndrimin e duhur, një herë na erdhi por flamurtar, në shënoj. Patëm me shumë raste, ishim shumë të lehtë para portit, nuk shkoshim atë agresivitetin e duhur për me shënu, e psuam, kjo futbolli. Gara s'ka kanë mbyllën as për vendin e parë, as për mjetesën, kështu që as nuk ka hap për vendin e parë, as nuk ka hap për mjetesën. Thjesht është u bë kampionati që nena përgjysmohen pikë. Jemi në vend të parë, duhet vazhdojmë të jemi në vend të parë, duhet vazhdojmë të punojmë shumë, sepse e kam thënë është shumë kampionat i gjatë, kampionat i lodhshëm. Duhet jemi të përqendruar, duhet jemi të koncentruar maksimum, sepse ndeshjet i kam thënë edhe herë sa bëhen më të vështira. Patjetër që negoj, thash humbë me shumë raste. Një moment të shpërqendruar, kartele kuqe pa pikën e lidhjes fushën në anën e fushës flamurtarit. Duhet edhe përgjegjësi, duhet anish edhe që e morën fanerën e Vllaznisë, nuk ka kollaj me mojt. Takimin e radhës, flamurtari do ta luajë në Vlorë përballë Elbasanit. Vizitorët shqiptar që ndodhen në Emirate janë larguar me grupin e fundit që ka ikur mëngjesin e kësaj të hënes, siç mësohet vizitorët gjatë periudhës së nisjes së konfliktit në lindjen e mesme deri më sot rezultojnë të kenë qenë rreth 500 dhe janë larguar.
Vizitorët shqiptar që ndodheshin në Emirate janë larguar me grupin e fundit që ka ikur mëngjesin e kësaj të hëne. Nga burimet diplomatike mësohet se vizitorët gjatë periudhës së nisjes së konfliktit në linjën e mesme deri më sot rezultojnë të kenë qenë rreth 500, ndërsa janë larguar këtë mëngjes. Avioni i fundit që i ka transportuar është nisur mëngjesin e kësaj të hëne me linjën Fly Dubai me 60 vende të lira në avion. Shqiptarët vizitorë të kësaj periudhe sipas burimeve janë kthyer në Tiranë me fluturime në datat 6, 8 dhe 9 mars. Në vendet e Emirateve vlerësohen se ndodhen rreth 1500 shqiptarë nga të cilët rreth 500 janë larguar. Mësohet se për momentin nuk ka kërkesa të tjera për largim. Ata që kanë bërë kërkesa deri më tani largohen përmes linjave ajrore, por dhe kufive toksor me Omanin dhe Arabinë Saudite. Linjat ajrore janë tërësisht funksionale. Nga Dubai dhe Abu Dhabi fluturohet në rreth 240 destinacione përmes 700 fluturimeve në ditë. Autoritetet dhe mediat lokale raportojnë se situata është relativisht e vështirë, por niveli i sigurisë vlerësohet i menaxhueshëm. Puna sipas udhëzimeve nga autoritetet në Emirate zhvillohet nga shtëpia, shkollat janë të mbyllura, ndërsa qendrat tregtare janë të hapura. Ju falenderoj për vëmendjen, ju përshëndes, mirupafshi.